E në qëse të bëjmë krahasimin e të dyja ushtrive, pak a shumë, si vendosen përballë njëra tjetrës? Cila është më e pajisur mirë ushtarakisht? Po, aktualisht sipas Global Firepower, i cili është një adresë web, është një website, bën krahasimin dhe rankimin e ushtrive 145 ushtrive të botës. Aktualisht Izraeli dhe Irani renditen në vendin e 15 dhe 16, Izraeli në 15 dhe 16. Pra janë shumë afër njëri tjetrit. Megjithatë, pavarësisht se Irani në shumicën në numra dominon, faktikisht, kryesisht në çdo sektor dominon në numra, pasi është një shtet shumë i madh, ka 88 milion banor, ka 8-9 milion që ka Izraeli. Dominon, për nuk është e thënë që kush ka numrat gjithmonë është më i forti. Edhe pse Irani ka një ushtri për 610.000 ushtarësh, efektiv, aktiv në gjendje, dhe Izraeli ka 170.000, përsëri Izraeli është në avantazh. Pse? Kjo ndodh gjithçka për shkak të teknologjisë. Izraeli ka një armatim jashtëzakonisht modern, kryesisht vjen nga SBA-ja, Gjermania gjithashtu, pasi duhet të theksuar që janë vetëm 2 shtetet kryesore që furnizojnë Izraelin gjatë gjithë kohës me armatime. Përveç pjesës që Izraeli ka dhe industri ushtarake jashtëzakonisht shumë të zhvilluar. Që dhe një lajm dje që dhe Britania do të çonte trupa në trupa jo trupa, po Britania gjithmonë edhe në sulmet e mëparshme, Britania edhe në sulmet e mëparshme ka ndihmuar Izraelin në parandalimin e rrëzimin e raketave balistike dhe sulmeve të vazhdueshme të dronëve. Për të vijuar më tej, buxheti i Izraelit për shembull është 30 miliard dollar në vit për mbrojtjen, ndërkohë ai i Iranit është vetëm 15 miliard. Pra ka një diferencë jashtëzakonisht shumë të madhe. Flota ajrore e Izraelit, këtu Izraeli dominon, ka 240 avion, ka shi 188 që ka Irani. Por e veçanta është se Izraeli, edhe në sulmin e të premtes, ka përdorur avionët e tij super teknologjik, pra avion të gjeneratës 5 që janë F-35. Gjithashtu dhe avionët F-15. Çfarë janë ta të bëjnë këto? Në ndryshim nga gjithë avionët F-35, prodhimi i Izraelit është i veçantë. Është një prodhim i cili quhet Adir, F-35i Adir, Izrael Adir, ndërsa F-15 quhet Ram. Janë të dy versionet të prodhuara ekskluzivisht për Izraelin. Këto kanë aviacionin komplet të ndryshëm nga avionët standard F-35 dhe F-15, pasi janë përshtatur për teknologjinë dhe sistemet e radar të Izraelit. Dhe kjo e ka bërë Izraelin që dhe mos ketë shumë nevojë për mirëmbajtjen dhe... Janë avionë luftarak që janë të aftë i shpëtojnë sistemeve mbrojtëse të vendeve të tjera? Kryesisht po, F-35 pikërisht janë avion të gjeneratës 5, pasi nuk janë të diktueshëm nga radarët, por e veçanta është se falë raketave dhe armatimeve të tyre, mendohet se një pjesë të goditjeve ata kanë bërë shumë larg territorit të Iranit pra në hapësirën ajrore të Irakut, pa që nevoja të afrohen në distancë për të goditur nga sistemet antiajrore.